E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për t'i dhënë fokusin një artisteje, e cila me bukurinë e saj, me sharmin e saj dhe me zërin e saj të ëmbël, na ka bërë që ta duam, ta duartrokasim dhe gjenerata të dëgjojmë këngët e saj. Do të thënë një këngëtare që nuk bie në tokë fare. Fotografitë e saj të fundit kanë bërë xhiron e rrjetit duke u bërë një lloj kombinimi. Flas pikërisht për yllin e skenës shqiptare, zonjën Shyret e Beluli. Zonja Shyret, me apo pa dëshirën e saj, por unë do ta them pa dëshirën e saj, sepse duke ja njohur karrierën, duke njohur natyrën e saj, duke njohur personazhin e saj që domethënë nuk lufton për të bërë pjesë e memeve të nuk e di unë si ta them, të mediave ros, zonja Shyret deshi u bë. Po si u bë? Në një video të postuar nga vajza e saj, e cila është grimjere, zonja Shyret është rregulluar në formën më të bukur të mundshme, le të themi një stili Marilyn Monroe, ngjajshme me të etj, por shqiptarët menjëherë kanë hedhur akuza kundërdrejt personalitetit, kundërdrejt zonjës Shyret, duke i thënë që e dashur Shyret po imiton Dolçen e Big Brotherit, sepse stili i flokëve të zonjës Shyret, mënyra e grimit, mënyra e qëndrimit të saj në fotografi, ngjason jashtëzakonisht shumë me Dolçen dhe sipas tyre zonja Shyret ka marrë stilin e Dolçes. Në fakt jam i sigurt fare që nuk e ka marrë stilin e Dolçes, sepse Shyret e Beluli ka stilin e saj dhe gjithmonë ka qëndruar në stilin e saj, por jemi ndoshta një popull që artistet tona nuk jemi mësuar që t'i shikojmë gjithmonë të reja. Do me thënë janë të pakta artistet që e respektojnë titullin e tyre artiste, respektojnë titullin e tyre figurë publike, sepse dallon figura publike nga një zonjë normale, do me thënë një zonjë e rëndomtë, e thjesht, dhe Shyreti si figurë publike normalisht që investon në pamjen e saj, investon në dukjen e saj dhe tani ndryshojnë stilet, ndryshojnë modat, njomza ndoshta investon shumë në biznes dhe normalisht Shyrete nënën e saj e nxjerr edhe më të re dhe ky krahasimi me Dolçen ka bërë namin në përjetet sociale, do të thënë sikur zonja Shyret e ka imituar Dolçen. Okej, unë them që kanë një lloj ngjajshmërie nëse komentojmë domethënë pamjen e parë, sepse i kanë flokët gati njësoj të rregulluara, kanë një lloj buzëqeshje të ngjajshme, kanë një lloj make-upi të ngjajshëm, por besoj që edhe për zonjën Shyret është krenari kur i thonë që ngjason me Dolçen, por edhe për Dolçen është krenari kur i thonë që ngjason me zonjën Shyret, por nuk e besoj që Shyret e Beluli është motivuar nga luku i Dolçes, nga pamja e Dolçes për ta imituar atë, sepse vetë vitet nuk e bëjnë afërsinë e tyre, por është vetë natyra e saj, është vetë karakteri i saj, do me thënë është një dritë që Zoti ja ka dhënë, që ajo gjithmonë do me thënë të dele mrekullueshme në daljet e saj skenike. Realisht ka shëndritur fare me daljen e saj të fundit. Do me thënë zonja Shyret ri gjithmonë e re, asnjëherë nuk plaket dhe e jeton pafund këtë rrugtimin e bukur që i ka falë Zoti. Do me thënë, çfarë do që të nxjerrën, ajo është vërtet e dashur për publikun shqiptar. Dua të marr mendimin tuaj.